Sami Hoti, Sedat Ramadani, Albert Kuqi, Artan Grasniqi, zyrtar policor, janë suspenduar të martën nga vendi i punës. 4 pjesëtarët e njësisë së reagimit të shpejtë në drejtorinë rajonale të Prizrenit kanë pranuar një vendim për suspendim në kohëzgjatje prej 3 ditësh. Autoriteti që mbikëqyr punën e policëve, Inspektorati Policor i Kosovës në një përgjigje për TV1 ka mohuar se ka bërë rekomandim për suspendimin e tyre. IPK-ju njofton se nuk ka bërë ndonjë rekomandim për suspendim për këtë rast. Ju lutem i referoheni me kërkesë Policisë së Kosovës për informacione shtesë. Në vendimin e marrë nga drejtori rajonal i policisë në Prizren, Fatan Alia, bëhet e ditur se deri te suspendimi ka ardhur si pasojë e një shakaje që policët kanë bërë në një grup privat në një rrjet social. Bëhet fjalë për kryeparlamentarin e sapo zgjedhur Dimal Basha. Avokatja e Hotit tha se ai nuk ka bërë asnjë shkelje disiplinore dhe se rasti është në hetim dhe nuk mund të sqarohen detaje tjera për publikun. Sqarojmë se komunikimet që janë lakuar në medje nuk mund të konsiderohen në asnjë formë shkelje disiplinore, e aq më pak kur komunikimi ka qenë krejtësisht privat në një grup të mbyllur të kolegëve dhe të njëjtat komunikime nuk kanë qenë publike dhe nuk kanë dëmtuar askënd e as besueshmërinë, paançmërinë apo integritetin e Policisë së Kosovës, e që të mund të konsiderohet si shkelje. E nga Sindikata e Policisë së Kosovës kanë thënë se janë të informuar për rastin dhe shprehin bindje në pafajësinë dhe profesionalizmin e këtyre policëve. Ne po e ndjekim nga afër procesin që është duke u zhvilluar ndaj 4 zyrtarëve policor, të cilët aktualisht janë të suspenduar nga detyra. Sindikata e Policisë së Kosovës shpreh bindjen e saj të plotë në pafajësinë dhe profesionalizmin e këtyre zyrtarëve dhe beson se pas përfundimit të kësaj periudhe të suspendimit, ata do t'i kthehen detyrave të tyre. Televizioni ka dërguar pyetje edhe në Policinë e Kosovës, pasi vendimi është marrë nga ta, por që deri në publikim të kronikës nuk ka pasur përgjigje.